Përshëndetje, ditë të mbarë të gjithëve, kudo që jeni, ju uronën e tarua një ditë të mbarë. Këtu kam një pako letra, të shohim se çfarë do na sjellë për ditën e sotme kjo pako me letra. Të shohim ditën e sotme. Ditën e sotme shikoj që disa persona janë zgjuar jo mirë këtë mëngjes, shikoj që ka qenë një natë shumë e keqe për disa. Kjo natë ka qenë një natë e mbushur plot rishtim, plot fiksime, mërzitje. Shikoj që ti po kalon një moment të keq në jetën tënde, ndihesh e pa shpresë nga mendimet e shumta, dhe është një moment që ti duhet ta ngresh kokën lart. Ka ardhur momenti, domethënë, të ngresh kokën lart. Të ndalosh mendimet, të ndalosh si qari, sepse të shikoj duke qarë vazhdimisht, dhe çdo mëngjes ka diçka të re për ty, çdo ditë ka diçka të re për ty. Kjo letër më tregon që duhet të marrësh parasysh disa gjëra në jetë. Bollje dërmuar, bollje mërzitur, bollje lodhur. Zemra jote këtë moment e di që është mbushur plot me mërzi, me mllef. Dhe me sa shikoj, kemi 9 shpata që po të zënë një pozicion që është nga e kaluara. Domethënë, ti gjithë këtë peshë, gjithë këtë mërzi, gjithë këtë lot, gjithë këtë fiksime, apo çfarë ke pasur, gjithë këtë errësirë në pozicionin që ti ndodhesh, është nga e shkuara jote. Shikoj që me 9 shpata tani kjo e tashme po të sjell gjëra të ndryshosh, dhe shikoj që ditët e këqija për ty sikur po marrin fund. Dhe duhet ta ngresh kokën lart dhe të shikosh përreth çfarë mund të bësh në jetën tënde apo çfarë mund të ndryshosh në jetën tënde. 9 shpatat më tregojnë që ti duhet të zësh një pozicion në jetën tënde dhe 9 shpatat po të paralajmërojnë që ty të tregosh vëmendje dhe të kushtosh vëmendje gjërave të bukura që ka dita jote. Por duhet të përfundosh duke qarë. Ju përshëndes.